mund të jetë e sakt kjo? Të ketë sërish ngritje çmimesh në gjithçka. Po filloj nga ajo para, për shkak se është shumë e vështirë të parashikosh se çka do ndodh. Inflacioni, është i pashmangshëm që do rikthehet, është duke rikthyer. Pa marrë parasysh që ka pas supresion, ka pas shtypje artificiale të indeksit të inflacionit nga Banka Qendrore Evropiane, për shkak se në terma nominale dhe terma reale, inflacioni në fakt në Evropë ka qenë shumë më i lartë se sa ata që kanë njoftuar BCE ose kanë njoftuar BCA ose ndonjë institucion tjetër qendror në Evropë. Përderisa paniku natyrisht se ekziston më shumë në masën e se temi asaj diskursit politik se sa që është në diskursin real, sepse në diskursin real, në këto 2 muajt e fundit që nga 20 janari e këtij viti, me ardhen e presidentit Trump në fuqi, shenjat e para u panë me kriptovalutat, me blerjen e tyre, me lëkundjet që ndodhen, edhe me si temi siç njihet me tradhtin që i bëri presidenti Trump kriptobotës, por gradualisht që lëvizi në drejtim të stoqeve në bursave ku jemi sot. Me thonë, për shkak se ai thoshte që kur viju në pushtet, S&P-ja do t'jetë me maja rekorde, kur nuk do ndodh kjo në historitë të Amerikës e tjerë, ndodhi kundërta, çka ndodhi, gati 3 triliard dollar u tërhoqën nga stoqet amerikane, u rialokuan në Evropë. Pa marrë parasysh që Evropa ishte në luftë, sepse Evropa është në luftë për shkak të Ukrainës, për shkak të Rusisë, për shkak të vendeve Evropës lindore që janë të pasigurta në paparashikueshmërinë e presidentit Putin, edhe paparashikueshmëria që rezonon nga shtëpia e bardhë. Kështu që ka ndodhur diçka shumë paradoksale që nuk ka ndodhur ndonjëherë në historitë të financës perëndimore në veçantë, ku paraja e rialokuar në vend se të shkojë diku të strehohet më mirë ku ka growth, ku ka mundësi rritje, për shembull, transferi normal do të kishte ndodhur natyrar do të shkonte në Hang Seng, ta zojmë, në Kinë, ose të shkonte edhe në Indi, pa marrë parasysh që këto nuk janë formsuar as entitete të fuqishme që çojnë kapitalin në vendin ku duhet, por erdhin në Evropë. Prej Amerikës iku në Evropë. Kjo nuk e kënaqi shumë Evropën, pa marrë parasysh që patëm një masë të madhe sepse mos harrojmë bursat evropiane marrën DAX-i vetëm për 3 muaj u ngrit për 20%. Atëherë patëm me deklaratën e Friedrich Merz, kryeministit dashëm të Gjermanisë, që thau drejtimi im politik do të jetë riarmatimi. Kjo ngriti vlerën e Rheinmetall, ngriti vlerën e BAE Systems, e Rafael, e Leonardo, shumë kompanive mbrojtëse, që në fakt në mënyrë edhe artificiale, por edhe substanciale ngriti vlerën e stokut evropian. Kështu që nuk e besoj që është keq nëse investitor të parkohesh edhe të investosh edhe të ekspozohesh në Evropë, është pjesë e mirë e diversifikimit, edhe ajo ka ndodhur, edhe akoma po ndodh, tashmë çka po ndodh, në fakt në këto orë të fundit, në kontakt me Londrën, se ka gati një javë që s'kam qenë atje, po jam në kontakt si të themi për orshëm. Investitorët po blejnë stokun evropian, po blejnë stokun. Po, sot edhe unë lexova që kishte stabilitet në tregjet evropiane. Absolutisht. Shpash më mirë se tek tjera. Absolutisht. Kjo ta ndajmë këtë nga inflacioni, sepse është krejt ekosistem tjetër mimoz nga tregjet. Çka ndodh në tregje, çka ndodh në bursa, çka ndodh në aksione, jo që nuk kanë korrelacion me realitetin e ekonomive të Evropës së Amerikës, por është një ekosistem shumë i ndarë. Pra, për ta sqaruar për ata që na shohin, krejt halli është mos eventualisht do të ketë sërish inflacion, siç e thash, jemi të lodhur, të dërmuar nga inflacioni. Ideja është a mund të presim një inflacion. Ju po thoni që mund të ketë, por jo për shkak të tregjes, jo direkt për shkak të tregjes. Eksporti e një inflacioni i eksportuar nga Amerika. Nëse ndodh në Amerikë detyrimisht, edhe historikisht ka ndodhur që inflacioni është eksportuar edhe në Evropë. Por tashti këtu elefanti i madh në dhomë është si mund të ketë eksport të inflacionin nga Amerika kur tarifat do të imponohen nga vetë ekosistemi amerikan, edhe ne do ta kemi një farsi, kur them ne kam fjalën si Evropë, si gjeografi. Por prap se prap do jetë më shtrajt për konsumatorët evropian në të ardhmen, për shkak se energjia mund të jetë më shtrajt, për shkak se ndoshta nuk do të kemi marrëveshje me Ukrainën, nuk do të kemi nuk do të kemi stabilitet në çmimorën e gazit dhe naftës, edhe mund të ketë diçka tjetër që presidenti Trump ditë të na surprizoj. Unë i shoh 2 gjëra që janë me rrezik të madh, besoj se mund t'i elaboroj pastaj pasi. Po. Vetëm ta pyes, zotin Aliu, pse mendon që nuk do të ketë inflacion? Pas më pas inflacion se tash Banka Qendrore Evropiane është e majt nalë normën e interesit. Ky inflacion na që e kemi pas, ka qenë për shkak shtypjes të parave gjatë periudhës të pandemisë.
Banka Qendrore Evropiane ka shty 5 trilion euro. Edhe ato pare kanë shku mrena tregut financiar. Na kemi pas gjatë periudhës pandemisë, ekonomia ka qenë në ramje, tregu financiar ka performu mirë. Për arsye se ka qenë injektim artificial i aty në parave. Masi u hap ekonomia, ato pare kanë shdry poshtë në ekonominë reale. Edhe kanë shkaktu inflacion. Inflacioni është fenomen veç monetar. Nëse ka ma shumë pare në qarkullim, se sa që ka produkte, rritën çmimet. Ti po fol për rritje të çmimeve, jo për inflacion. Inflacioni është rritje përgjithshme e çmimeve. Po e përgjithshme. Jo, po mund ndodhe rritje caktuar, sektor caktuar, po jo rritje tërësishme e çmimeve. Inflacioni është në ramje në Evropë. Edhe nuk besoj që kanë pasur rritje. Tarifat që vendosen ato i shkaktojnë, mund mi shkaktu rritje çmimeve Shtetet Bashkuara të Amerikës, sa ata vendosin tarifa ndaj produkteve të importume. Ato nuk vinë në Evropë. Kështu që nuk ka logjik që mund më zhvendos a inflacion drejt Evropës. Po, fakti që Evropa është në risk dhe është në panik, kjo është fakt, për arsye se rreziku ekziston, ende është, pra ky problem lufta në Ukrainë nuk u zgjidh. Masanej, inflacioni u akseleru, u përshpejtu mas luftës në Ukrainë, për arsye se Rusia dhe Ukraina janë produs kryesor të grurit, vajit, lule diellit, e shumë produkteve tjera bujqësore. E na e dim bas FAO-s, Organizata Botërore e Ushqimit, që deklaroj për shkak të rritjes në çmimeve shumë vende, sidomos vende të Arabisë Saudite, të Afrikës, ishin në probleme të nutrition, të mungesës së ushqyeshmërisë mjaftueshme. Probleme krejt që nuk jo domosdoshmërisht janë të lidhta me njëra tjetrën. Po tani problemi më i madh që i rriti çmimet ose inflacioni në Evropë ka qenë problemi i gazit. Gazi nuk përdoret vetëm për ngrohje, po është pjesë kryesore e industrisë në Evropë. Dhe zhvendosja të LNG-a, gazi likuid, dhe gazi norvegjez, ka bo që, sidomos, industrit e ranta me përjetu rritje çmimeve. Dhe kjo ka shkaktu që rritja çmimeve të përgjithshme të jetë më e lartë. Mirë po, shifet që ka një ramje të çmimeve në Evropë, ose zbutje të inflacionit. Për arsye se Banka Qendrore është vazhdimisht të marrë normën e interesit të lartë. Kjo është sinjali i parë që ajo targeton që inflacionin me kthy mbrana 2%. Sa është e pamundur. Targeti i bankës. Pse e pamundur? Është e pamundur për shkak se është supresion, siç e thash më herë, artificial, sepse nëse shkon ti në dyqanet në Angli, në Paris, në Berlin, çmimet janë në mënyrë katastrofe të ngritura, të ringritura nga vetë tregtarët, që nuk e regjistrojnë në indeksin e inflacionit përgjithshëm, matjet që i bën BCE-ja i bën me metrikset të cilat i konvenojnë atij bordi që e përcakton ato, absolutisht. Edhe nuk ka domethënë kurfar parafrimi, nuk ka kurfar parafrimi në realitetin e këtu, po mëse bërë kredibilitetin e Bankës Qendrore Evropiane, Manuel. Po të ndëgjova vëllai, po në një sens me Banka Qendrore Evropiane s'ka kredibilitet. Janë dy botra, Mimoza, janë dy botra. Edhe të flasim shlirë në këtë punë, nuk kemi nevojë me mbajt teorinë dhe praktikën e akademikëve, sepse akademikët e kanë me u kuptu nga gjithë. Inflacioni që ta përcakton BCE-ja është inflacion i shtypur, është i supresionuar, domethënë bëhet nga kuantet, matematikantët, të cilët e shikojnë një metriks detyrimisht të ndjekshëm. Për cilin inflacion po fol? Për inflacionin e përgjithshëm në BE. Po cilin janë tregues ndryshëm të inflacionit? CPI, merr CPI-n për shembull. Sa është tash në Evropë? CPI-n, realisht, nëse e merr ti CPI-n në shportën e çdo cytetari të Eurozonës, është mbi 18% rritje kemi pas vetëm në 18 muajt e fundit. 18 muajt e fundit. Edhe unë po flas me një realitet që po përjetojmë në Angli për shembull. Në Banka Qendrore Angleze e supresionon, lutem, ato është e natyrshme, nuk është e natyrshme nëse e godet gjepin e konsumatorit. Ajo diskutohet. Jo, po ti po faktikisht po mashtron ti edhe ndërmarrësin edhe konsumatorin. Ne jemi duke luftuar për 2% që është jo reale. Nuk ki shans të me majt inflacionin në 2% më. Në Evropë.
Po gjithmonë ka qenë edhe në Evropë dhe në Amerikë. A di për Pse nuk ka shans? Për shkak që nuk është mundësia praktikisht kontrollohet tregu. Me marr intensivisht luma, shpejtojnë pasakta. Teorikisht është marrë për ditë, por që ta kallzoj pse ti nuk mundesh me thy, më fal Florin, nuk mundesh me edhe Menion kanë drejt akademikët që i japin një farloj, sepse përgjigja akademike gjithmonë është më bindse, është më fletshme, është njerëzve ju diçysh a tha mençur, por realiteti jo nuk është, jo detyrimisht. Jo gjithmonë. Për shkak se nëse një bankë qendrore, çfarë do lloj vendi, ndërhyn në indeksin e çmimit, atëherë domethënë ti po del jashtë rregullave të kapitalizmit. Ktu është frika. Frika është që të lirohet, të lejohet të operohet brenda rregullave të kapitalizmit, por kur vjen puna të paraqitja edhe prezantimi i çmimores, edhe i shtrejtisë edhe inflacionit, atëherë duhet përdorim një matriks më të komplikuar, më të sofistikuar në mënyrë që të shitet konsumatorët. Po këto rregulla